بارك فيه والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Në rrugë besimtar pas një shkurtë të shkurt, vazhdojmë atë ku kemë bërë tek shpjegimi I surës të parë, fillimit të Kur'anit fa madh, e që e njihni edhe e praktikojmë me vazhdimsi gjithë, është fjala për surën Fatiha, që kemi filluar në fillim krejt mbi emrat e kësaj sure, pse është thut Fatiha. Nga se sura e Fatiha do të thotë surja hapse, dhe kia ka hap Kur'anin. Me pastaj emra tjerë si kurse baza e Kur'anit, ose shtatshja e përsëritur, ose Kur'ani I madhnushëm. Prej të emra e ka pjesore që me tregu vlerën dhe pozitën e saj të madhe. Pastaj kem fillu me shpjegu mbi A'udhu billahi minash shaitanir rajim, që njeriu e ka për obligim dhe si udhëzim nga Zoti I gjësisë me kërku strehim tek Allahu I madhrum, me ati që e dëmton. Aleikum selam. Dhe gjërat që njeriu e dëmtojnë, mund të jenë ndryshme. Disa janë të natyrshme, ose atë që njeriu ballafaqohet me tek këtë botë, disa janë edhe më të rënda, po që njeriu edhe nuk I sheh, sikurse tha Allahu I madhrum për iblisin dhe lozën e tij, ai ju sheh juve, por ju nuk e shihni atë. Dhe na mësoi Allahu I madhrum na porosit që të kërkojmë mbrojtjen e tij, strehimin tek Allahu I madhrum nga iblisi dhe ushtria e tij ose loza e tij. Pastaj jemi në tek Bismillahirrahmanirrahim, gjëre gjatë. Kur e përdorim fjalën Bismillah dhe kur e përdorim fjalën Bismillahirrahmanirrahim, çfarë kuptimi ka fjala Bismillah? Pas që përkthehet në emrin e Zotit, a ka diçka më shumë? Kemi thonë se fjala Bismillah ka për qëllim edhe marrjen e bereqetit edhe kërkimin e ndihmës. Me emrin e Zotit, pra o Zot, ndihmon që këtë punë që po e bëj në emrin tonin, aleikum selam, me qenë unë e ndihmuar nga Zoti. Dhe jemi në tek fjala Ar-Rahman Ar-Rahim, e që na vije edhe sot. E herën e hunë kemi folur për Elhamdulillahi Rabbil Alamin, gjëre gjatë çka është dallimi dhe kuptimi mes fjalës Elhamd edhe shukr ose shykër, që në shqipi bie falënderim me lavdrim, pra falënderim me madhrim, është fjala hamd. Ndërsa e shukru është një njohje ndaj Zotit gjësisë. Hamdi bëhet me zemër dhe me gjuhë, që njeriu e falënderon Zotin për krejt ato që I ka dhënë, dhe e falenderoj Zotin me gjitha mënyrat që Zoti I pranon dhe I meriton falënderimin. Ndërsa fjala shukër ose shykër është fjallë që tregon për mirënjohje. E njeriu mundet me kon mirënjohës me zemrën e tij, mundet me kon mirënjohës me gjuhën e tij, edhe mundet me kon mirënjohës praktikisht atë mirë që Zoti ja jep, e shfrytëzon si duhet. Atë mirë që Zoti ja jep e përdor ku duhet. Atë mirë që Zoti I ka dhënë e din dhe e shpreh dhe I është Zotit mirënjohës përmes asaj vepre, përmes asaj mirësie. Andaj kemi me tek ajeti 2 e surës Ar-Rahman Ar-Rahim. Ajeti për radhës dhe I dyti I surës Fatiha është kur Allah po thotë madhërimi dhe falënderimi ta kanë atij I cili është Zot I botrave, I cili të njëjtën kohë është Ar-Rahman Ar-Rahim. Selam aleikum. Aleikum selam. Mëshirues ose mëshirëploti dhe mëshirëbërësi. Allah I madhrum e ka emrin Ar-Rahman edhe Ar-Rahim prej shumë emrave tjerë që I posedon. Pyetja që do të shkuf në vazhdimsi e që do të më përgjigj neve gjithëherë është se pse Zoti jon na njoftoi që ai ka emra. Çka na duhet neve me I ditë emrat e Zotit? Allah I madhrum na shpjegon në Kur'an që njeriu mas miri dhe mas letis dhe mas sakti që njeriu si krijes e njeh Zotin e vet, e njeh përmes emrave. Përndryshe, nuk ka njeri në këtë botë që e ka pa ose e sheh Zotin e gjësisë. Dhe ai na ka dhënë shaj, na ka dhënë sharime,
në kosmos, në vetë vetën tonë, në fenë, të pejgamberët, librat, shkolla, kështu me radhë, se Allah i madhruar ekziston dhe ekzistenca e tij është pse na ekzistojmë. Për ndryshe mos me konë Zoti i gjithësisë neve si kërkon. Madje ai krijuesi i gjithësisë është krijues edhe para se me na kriju neve. Edhe hiç mos me i kriju krijesat, ai ka emrin krijues dhe është i tillë. Andaj njeriu kur ndëgjon për emrat e Zotit, duhet pyet se çfarë kuptimi kanë. Kur e kupton dhe mëson kuptimin e tij, e atij emri, arrin me kuptu Zotin dhe me e njoh Zotin për atij aspekti. Për shembull, nëse theme se Allah është Zoti i gjithësisë, është krijuesi i gjallëve, krijuesi i gjitha krijesave. Çka kuptojmë për emrin krijues? Kuptojmë se çdo sen që njeriu e sheh, çdo sen që njeriu e prej, çdo sen që njeriu e shfrytëzon, atë dikush e ka marrë. Po atë që dikush e ka marrë, për pjesëve ndryshme të kësaj gjësie, dikush ato copëza, ato pjesë, ato molekula ose ato atome, dikush i ka kriju. Allah i madhruar na ka bërë këtë video në Kur'an. A jeni ju njerëz që e keni kriju vetë vetën, apo jeni jo krijues? Pra një pyetje që duhet njëri me abo vetit, e duhet me përsërit. Pra neve si njerëz, a jem na që kemi kriju vetë vetën, ose kemi kriju diçka që meritojnë emrin krijues, apo jemi na që i na kriju prej kërkuj dhe prej asgjës? Selam alaikum. Ulemaja thënë këto dy pyetje janë një çelësi madh që nëse njeriu është pak i mëshëm, pak i zdërvjellët, mundet me marrë një përfundim të mëshëm më të mirë. Sepse çdo njeri që ekziston, nëse është i pabesimtar ose ateist, nëse i thotë ti a jaj që e ke kriju vetën tonë, ai do të përgjigjë jo. Hjeket opsioni që njeriu është ka krijues. Kur hjeket opsioni që njeriu është krijues, çka kërkon? Kërkon me gjithë kush është krijuesi. Po nëse njeriu thotë na nuk jemi krijues, po edhe neve s'na ka kriju kërkush, edhe neve s'na ka kriju askush, atëherë bëhet pyetja, a jeni kriju prej asgjës? Nëse njeriu e merr një hapësirë që nuk shen të asgjë, kur gjë, ajre, i thëjnë vakum. Nëse llogaritmi këta që gjinin mes durve, a mundet që kjo me kriju diçka? A mundet që kjo me prodhu diçka? Logjika është e thjeshtë të ju. Madje edhe fëmia mund të përgjigjet që kjo nuk bën diçka sepse s'është vetë kur gjë. Po njeriu e kupton se diçka duhet me konë diçka për me shkututje, për me kriju diçka tjetër. Dhe krejt forcat njerëzore që i kemi sot, merr njeriu prej diçkafit e formson një diçka tjetër. Njerëzit nuk kanë kriju materie. Njerëzit nuk kanë kriju as dhëllë e as ujë. Pra krejt njerëzimi merr një lëndë dhe krijon një veprim tjetër ose një lëndë. Ashtu është ndryshe. Njeriu krejt edhe ndërtesat e veta, edhe rrugët e veta, edhe modelet më të reja që i bën, nuk është që e ka shpik materien, po e ka formësuar në forma ndryshme që ati konvenon dhe i duhet. Dhe personi i tillë nuk mund të quhet krijues, por quhet formësues ose ndërtues. Nëse thuhet krijues, thuhet në aspektin figurativ, jo në aspektin eksakt. Tash Zoti i Gjithësisë po thotë, ai një kriju prej asgjës. Njeriu nuk guxon me thonë, sepse është e pavërtet, me thonë se neve i na kriju prej kuzhofit. Pro diçka ka qenë, tani është formësuar njeriu. Ashtu ashtu? Andaj këto dy pyetje, a jeni ju krijues dhe a jeni kriju prej asgjës, detyrimisht e çojë njeriu e logjik shumë, atë shikon më, se unë nuk qenë nga krijuesi. Dhe unë nuk jem kriju prej kuzhofit, po jem kriju prej diçkafit. Këto dyja bashkarisht qojnë që ai është dikush, është dikushi, që ka krijuesi dhe ka ai që e ka kriju qatë pikën e parë, qatë
piknisin e parë, ose thuj qatë Big Bangun e parë, ose qatë Ademin e parë e kështu me radhë. Kjo shkurtimisht. Ama dhe nëse e zgjatë edhe stër zgjatë, nuk del ma shumë se kas. Filozofia si dush, menoje me metodika gjitha shkencore, nuk del ndryshe. Sepse njeriu e ka pranuar se ai nuk është krijues, dhe e pranon për ditë. Mirë po njeriu, kur ka gjetë lajthitjen, kur ka gjetë atë mësimin e iblisit, na ka kriju neve dikush, pa na ka kriju natyra. Pra nuk thëtë që na jemi krijues, pa na ka kriju natyra, dhe Allah po thëtë, a i një të kryum prej asgjas, apo prej diçkafit? Aleikum selam. Përgjigja është i na kriju prej diçkafit. Andaj pyetja shkon, që ke natyra që ti po e thu, na ka kriju e nëna natyrë. Që ke natyra ose nona natyrë, a është diçka? Nuk mundet me konë diçka, sepse kur thoi nocionin natyrë, që kanë për qëllim? Kanë për qëllim diçka që është mend në tru, por nuk ka ekzistencë para prake. Kur thush ti ose ti si thvi që ke ndëgju për komunistat, gjenerat pas gjenerate na ka kriju natyra. Hajtë thuj ka zëma formën e natyrës, çka është natyra? Thuj natyra është që ke bre ekzistenca, ajri, veç pse na ekzistojnë, pra nuk ka realitet. A jemi dakord? Nuk ka realitet. E bimin fjallin e Zotit kur thot, a i një kriju për asgjas? Përgjigja është jo, Zot, nuk jena kriju për asgjas. Se ti na ke kriju për një shkapu dhe një sebebi, na ke kriju për një shkapet. Çka dështu me thonë me këtë shambull, me këto dy ajete? Dështu me thonë që Allah i madhru për në thot, nëse don ti me njoh Zotin tënë, do me njoh përmes emrat ti. Nëse ti e njeh emrin e Zotit, ai është krijues, i njeh të gjona. Nëse ti nuk interesohesh me njoh Zotin tënë krijues, ty kometik një pjesë e madhe e besimit. Kometik një pjesë e madhe e besimit, sepse ti e njeh Zotin, sikurse jemi mësuar me thona, na ka thonë bobe pa vjesh ekziston Zoti, Zoti është e madh kur përmendet Zoti lëviz pe vend. Po kjo nuk është e mjaftueshme. Kjo s'është e mjaftueshme. Andaj ulemaja ka thonë pika më kryesore, më qelësore njerit këtë botë është me njoh Zotin e vet. E qysh me njoh Zotin përmes emrave. Ky elaborim i vogël që e bën posta jetën del dhe neve na shëron çka do të thonë krijues. Po nëse shkojmë tek emri Ar-Rahman Ar-Rahim, i gjithë mëshirshëm dhe mëshirues, çka kupton ti? Ti e njeh Zotin tën mirë. Sepse shumë prej njerëzve që janë musliman dot, edhe shumë prej njerëzve që nuk hinë në Islam hiç, e kanë një prej problematikave që të kuptuar të emrit Ar-Rahman Ar-Rahim. Pse kanë këtë problem? Sepse nuk e njohin ligjin e Zotit, nuk e njohin pse Zoti jonë është i mëshirshëm edhe i gjithë mëshirshëm edhe shumë i urtë edhe shumë i butë. Sepse një dytën ateista thojnë, edhe muslimanët e dot, thojnë nëse Zoti jonë qenë ka krijuesi, e qenë ka i plot fuqishmi, pse po lën të keqin me po keq? Pse po lën zullumçorin me bo zullum? Pse po lën atë të padrejtin mi po dikujt padrejt? Sa prej muslimanëve e kuptojnë ligjin e Zotit këtë botë? Sa prej njerëzve e kuptojnë mëshirën e krijuesit kur Allahu po thotë, o robi jam, nëse gjunahet tua kanë arrit kupën e qiellit. Na qiellin e shohun po s'munëm me arrit me prek asnjëherë, po s'munëm me ditë as çfarë ngjyre ka. Pe lartësisë që ke. Qiellin e kësaj bote nuk ka mundësi askush me mos se sa kilometra është larg ne. Allah po thotë, nëse gjunahet tua arrin kupën e qiellit, nëse ti kthehesh edhe pendohesh, ki më gjet mu falës, mëshirues do të fali. Madje në një thonjë të pejgamberit alayhis salatu wasallam thotë, ti fali krejt gjunat dhe smërzitë për atë. Tash njeriu miskin, muslimani dot, ai që ka problem me besimin, i cili nuk e ka këtë situatë. Cilë situatë, nuk e njeh Allahun që është mëshirues. Sa herë ndodh, Allah shumë sa herë ndodh që njeriu shpesh herë me sprovën që i ndodh me sprovë ndodh një bela, hup një fëmijë, pa vdes, ose një afër, ose një i dashur, ose shëndeti kështu me radhë, sa herë ndodh që ky njeri, duke qenë musliman, e humb shpresat e Zotit, i kthehet bumerang udhëzimi dhe që të lën fe.
ose e lën udhëzimin. Pse kështu? Sepse nuk e ka njohur Zotin e vet i cili është mëshirues, i gjithë mëshirshëm, sepse ai i cili është mëshirues, ai ta don të mirën, ta don hajrin edhe kur ta shon velon. Sa që çdo do të më çu te xheneti, çdo do më çu ty tek pastrimi. Po njeriu që nuk e njeh Zotin e vet që është i gjithë mëshirshëm edhe mëshirues, që shko me njoft ligjin e tij që do të ka problem. Prandaj kemi thonë në fillim të surës Fatiha. Këto 7 ajete që i ka grumbullu Zotin në hymne të Kur'anit që i ka qujt, 7 ajete që përsëriten edhe Kur'ani i madh. Këto 7 ajete e përfshin këtë Kur'anin kuptimisht. Para të shinoret me meditu dhe me kuptu fjalë për fjalë, shkruajnë për shkruajnë, pse janë kështu dhe jo ndryshe. Në këtë ajet Ar-Rahman Ar-Rahim Allah do na tregu se ti keni Zot i cili është me mëshirë sa truni i njerit nuk e përthekon. Truni i njerit nuk ka mundësi me përtheku mëshirën e madhe që ai ka. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, Allah i madhur tha kon pe 100 mëshirave, pe 100 faljeve, 100 mëshirave, pra ka ndonë, si shtojmë na, pe 100%, thot vetëm një mëshire ka zbrit në tokë, dhe me këtë mëshirë, dhe vetëme, me një hise, thot mëshirohen krejt krijesat me zveti, madje edhe kafsha e mëshiron të voglin e vetë. Pse pejgamberi po më shembull kafshat? Sepse kafsha nuk e ka logjikën që ki ti e dhonë. Kafsha nuk e ka logjikën që ka njerëzit. Po ka i vjen instinkti kafshës me mëshiru të voglin e vetë, ka i vjen aja urtësi, aja butësi që duhet, kafsha e ka instinkt, edhe krejt krijesat që të voglin e vetë e mëshiron, të voglin e vetë e dënë, por te lufton, edhe por te është gjendje me vonë zjarë. Ka është kjo butësi, kjo mëshirë, po thot alayhi salatu son pe një mëshirë të Zotit. Kurse 99 i ka rujt për ditën e gjykimit kur kanë nevojë njerëzit dhe krijesat më shumëti, e besimtarët veçanti, e kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në ditën e gjykimit do të ketë Allahu falje dhe mëshirë, do të ketë Allahu falje dhe mëshirë, sa që edhe iblisi i mallkum do të shpreson mos mund rrokë rahmetin. Ashtë mëshire e madhe që do tjetë për ata cilë janë besimtarë, për ata cilë e kanë besu e kanë njohur Zotin e tyre. Andaj fjala Ar-Rahman Ar-Rahim, neve si besimtarë do të na mësu sartë të thojmë Elhamdulillahi Rabbil Alamin me ato kuptimet e këtij ajeti që thamë para pak ditëve. Edhe kur themi Ar-Rahman Ar-Rahim me thonë me koncentrim, sepse po e lusmi dhe po e falenderojmë kënë atë që na ka kaplu me mëshirën e vetë në gjitha onë, në gjitha dimenzionet që kemi. Se pa mëshirën e ti na sën lëvizëm, pa mëshirën e ti na buksun hon, as ujë sën pim. Kjo është butësi, kjo është mëshirë që na ka thonë afatizim. Sa herë neve bojmë gjënohë edhe prap, jemi të fuqishëm, prap jemi takat shumë, prap jemi me frymarrje. E që realiteti kështu me kom, masi që e kemë thy ligjin e Zotit në ndëshku, po Allah i madhrum, ka plën me rahmetin e vetë. Ta afatizon, vetë afatizimi është falje. Vetë afatizimi është falje. Allahu Teala lusim me mëshirën e tij të madhe ai më na fal dhe më na mëshiru. Amin. Në veç aty që di xhumaje që Allah ka vëshu për falje, andaj kërkoni falje vetëm Zotit e madhrum dhe bëni salavat në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.